tregohet një tregim shumë interesant me një instancë. Një arsimtar gjithmonë e kish ngel në provim, në hartim, edhe pyetën arsimtar tjerë, kolegen e tyne, pse ky po ngel gjithë, a nuk po din ky me shkru kur gjë. Tha, sa herë që t'i dhonë një temë, tha ky shkruan për devën. Tha, po çfarë teme keni dhonë? Tha, po ja kum dhonë me shkru për pranverën. Tha, ka fillu në 2 rreshta e ka shkru për pranverën. Pranvera është një ndërsinet më të bukura të vitit. Mirë po, në të thët edhe ka gjelbrim, të cilin del bari, të cilin e han devja, e cila është një kafshë shumë e durueshme, shumë duran pa ujë, pa ushqim, devja ndryshe nifet që është edhe si anije shkretirës, e t'ja nisë fol për devën, e fol deri në fund temës edhe harrën temën krejt. Thojnë ata kolegët e tij, por ndoshta për shkak afërsisë temës mes pranverës edhe devës, për sa ata ky e ka harru temën edhe ka kalu në temë tjetër. A i ke qitë në temë tjetër? Thot po, thot e kom qitë shkruni për mjetet, automjetet e komunikacionit japones. Edhe thot ja ka nisë me shkru, thot Japonia ka automjetet ndryshme, prej ma moderne në botë, njifet për komunikacionin e saj. Mirë po këto automjete nuk i kanë edhe njerëzën shkretin. Mirë po thot ata e kanë devën, e cila është një kafshë shumë e durueshme, shumë duran pa hongër, shumë duran pa pi, dhe e cila njifet si edhe anije shkretine, se fol për devën, e fol, e kështu me radhë vazhdon për devën deri sa harrën temën kryesore. Thot po, ndoshta edhe kjo ka ndaj afërsi me devën, a ke provu temë tjetër? Thot kom provu edhe për teknologjinë bashkëkohore. Edhe kom thonë shkruni çka dini për kompjuterin. Thot ja ka nisë me shkru për kompjuterin, është një mjet shumë i përparuar, me cilin kryjm shumë punë, mirë po të cilin beduin njerëz të shkretinës thot nuk e kanë, po e kanë devën, e cila është një kafshë shumë e durueshme, kështu me radhë fol për devën. Thot as kum ditë gjithmonë, ka lejke pej temës që ja dhajsha në dhe folke për devën. Mirë po çka është interesant se ky djalua që shkon edhe ankohet Ministrit të Arsimit, e shkruan një kërkesë me shkrim, ja bën Ministrit të Arsimit, zotri ministër, të përshëndes edhe të njoftoj se arsimtari në artim po m'ngel gjithë. Thot, edhe veç unë e kum duru me një durim të devës, e cila është një kafshë, e cila duron shumë, edhe pa hongër e pa pijet, ja nis fol për devën edhe në kërkesë kur e bën kërkesën te ministri. Do me thonë ky person, ja pas ka pas temën kryesore, devën, për çka do që ka fol, ja ka nis për diçka mirë po, nuk ka kalu 2 minuta dhe ka kalu te tema dhe ka fol për devën. A thu cila është tema jonë? Qa po përfitojmë për kësaj, çka po dojmë me thonë është se cila është tema jote? A ki temë kryesore Allahun xhaleshanu? A ki temë kryesore davetin? Përmendjen Allahut xhaleshanu, fjalët e mira? Apo Zoti na ruaj, tema kryesore është gibeti, një përmend njerëzit për keq, me shti mes njerëzve, e shomja, femnat e ndryshme, folja për femna, apo folja gjithsesi femnat të fol për meshkuj, si po duket paraqitja e saj, paraqitja e tij, si të jetë më provokues, cila është tema jonë kryesore. Pyetja të cilën unë e parashtroj përgjigjen se cilë e dim për veti. Nëse tema jote kryesore është aja çka Allahu xhaleshanu e dëshiron, atëherë falenderu Allahun xhaleshanu, ndërsa nëse tema jote është aja të cilën e dhëron Allahun xhaleshanu, atëherë të kërkojna falje prej Allahut xhaleshanu. Inshallah Allahu xhaleshanu na bën për atyne që Allahun e kem qëllim, pejgamberin alayhis salam e kem shëmbëltyr, dhe na mundson Allahu xhaleshanu që me qeni kënaqur ai me neve.